Prokuroria ka komunikuar akuzën dhe ka marrë të pandehur deputetin Kristian Demokrat Mark Froku. Edhe ndaj tij ashtu si dhe për Tom Doshin, akuza është ajo e kallëzimit të rrem në bashkëpunim. Por ndryshe nga kolegu i tij, Froku u njoh me akuzën e re në ambientet e Spitalit të Burgut, ku ndodhet i shtruar prej disa ditësh. Të pranishëm përveç prokurorit të çështjes dhe oficerit të policisë gjyqësore, ishin edhe dy avokatët mbrojtës të tij, të cilët thanë se edhe kjo akuzë nuk qëndron. Sepse kallëzimi i rrem kërkon krimin e kryer, pranon që nuk ekziston një skenar për kryerjen e krimit, pra të vrasjes si pretendohet, nga ana tjetër akuzon për kallëzim të rrem. Akuzë e cila për kallëzim të rrem për një fakt ku nuk ka krim. Para dhe e dyta, kallëzimi i rrem për një çështje që ndiqet kryesisht nga prokuroria. Ndërkohë deputeti tjetër Tom Doshi është paraqitur këtë të hënë në prokurori duke respektuar kështu vendimin e gjykatës së lartë, e cila e caktoi si masë atë të detyrimit për të paraqitur të hënën e çdo jave në organin e akuzës. Pas daljes nga prokuroria, avokatët e tij thanë se kërkuan marrjen e provave të tjera shtesë në lidhje me çështjen dhe nëse refuzohen ata do të drejtohen gjykatës. Jemi duke vazhduar betejën tonë ligjore deri në zbardhjen përfundimtare të çështjes, do paraqesim disa kërkesa për të kryer disa veprime hetimore të rëndësishme dhe për të marrë disa prova që kanë shumë rëndësi për çështjen. Mësohet se Doshi dhe avokatët e tij kanë kërkuar në prokurori ballafaqimin me të gjithë zyrtarët e lartë të përfshirë në çështje.